Gjykata e apelit ka lënë në burg 49 vjeçarin Alban Muço, i akuzuar për mashtrim, pasi u prezantua si prokurori SPAK. Ai supozonte se e kishte dërguar kryeprokurori Altin Dumani për ta hetuar. Pas arrestimit, Alban Muço kërkoi në gjykatë një mas më të lehtë, por u refuzua nga gjyqtari i apelit Sokol Pina. Prokurori i Rrem ishte paraqitur pranë Agjencisë së Kadastrës në Berat dhe ka kërkuar disa dokumente. E kthyer në një dëshmitare për grupin e hetimit, Osiana Zaimi, drejtoresha e SHK Berat, tregon se si e priti prokurorin që kërkoi takim në zyrë. Jam prokurori SPAK, i tha Muço, dhe kam ardhur me porositë e prorit për të verifikuar denoncimin e një shtetaseje. Për këtë arsye, prokurori i Rrem ka kërkuar nëse SHK Berat posedonte apo jo dokumente pronësie të denoncueses, siç rezulton në dosje. Drejtoresha ka vendosur në dispozicion menjëherë dosjen e AMTP-ve, të cilën në përfundim prokurori i Rrem ka përpiluar një proces verbal me shkrim dore, të cilin drejtoresha e ka protokolluar. Prokurori i SPAK, siç shprehet zyrtarja, e ka informuar se në vazhdim ai do të udhtonte drejt skraparit për të hetuar pronat e një avokati. Drejtoresha ka filluar të dyshojë vetëm kur prokurori i Rrem i SPAK është larguar nga zyra dhe ajo është kujtuar se prokurori i SPAK nuk i kishte paraqitur dokumente identifikimi. E për më tepër, ajo nuk ishte dëgjuar asnjëherë se Alban Muço punonte prokuror në SPAK. Për këtë arsye, siç kuptohet nga fashikulli, janë pyetur disa dëshmitar, ndër të cilët edhe dy të rinj që ishin shofer të punësuar nga prokurori i Rrem. Të njëjtin mashtrim si në Berat, prokurori i Rrem i SPAK Muço e ka vazhduar edhe në Skrapar, sikurse dëshmon një tjetër zyrtar përgjegjës në ASHK Skrapar, identifikuar si Florian Mëno. Në këtë rast, zyrtari është marrë në pyetje nga Alban Muço për pyllin e Bogovës dhe pas përpilimit të një proces verbali, është larguar. Veç shqyrtimit të bisedave në aplikacionin WhatsApp, prokurorët përshqyrtojnë edhe telefonin. Të vetmit që kanë dyshuar se personi që kishin përballë nuk ishte një prokuror dhe aq më tepër i SPAK, kanë qenë një çift që zotron një agjenci imobiliare. Ata u kontaktuan për të akuzuarit për një banesë me qira. I kanë vendosur përpara kontratën dhe kushtet e saj, dhe kur çifti ka nisur ta pyeste Muçon, ai ka reaguar: "Jam prokurori SPAK nga ata të paravijës." I ndodhur përpara dyshimeve, ai ka pyetur: "Sua mbysh syrin?" Por ndryshe nga ata që punojnë në shtet, për çiftin në rëndësi kishte vetëm pagesa e qiras dhe kontrata, të cilën mashtruesi e ka përmbushur.